Në Teqen e Qesarakës në Kolonjë, një nga objektet më të rëndësishme të kultit bektashian në vend, u zhvillua pelegrinazhi tradicional vjetor, duke mbledhur qindra besimtar, klerik, drejtues vendore qendror, si dhe emigrant të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Në atmosferën e lutjeve, ritualeve fetare dhe takimeve mes besimtarve, pelegrinët u mblodhën për të nderuar këtë vend të shenjtë, i cili prej shekuj përfaqëson një qendër të rëndësishme të besimit, kulturës dhe dashurisë. Në këtë ditë pelegrinazhi ishte i pranishëm dhe kryegjyshi botror bektashian, shenjtëria e tij Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, i cili vlerësoi rëndësinë që vazhdon të ketë Teqeja e Qesarakës për komunitetin bektashian dhe për gjithë besimtarët. Zoti ka dhënë dashurinë, paqen, mirësinë në këtë ditë të shenjtë në Qesarak. Është vend i shenjtë dhe na jep mbarësi, na shkarkon nga energjia negative që marrim, na jep shëndet në familjet tona, si thot profeti Muhammed, ku ta ndjeni veten ngushtë, drejtoheni vendeve të mira. Ata e dinë hallin tuaj. Dhe ne prandaj gjithë bashkë vim, lutemi, marrim uradhë dhe bekime në këto ditë shenjta për të patur dashuri në familje, shoqëri dhe kudo. Teqeja e Qesarakës, e vendosur në fshatin Qesarak të Bashkisë Kolonjë, është një monument kulture me vlera të veçanta historike dhe shpirtërore. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në edukimin fetar dhe kombëtar të brezave, si dhe në mbrojtjen dhe përhapjen e gjuhës shqipe.